Grida Duma reagoi sot me tone të ashpra ndaj lidershipit të Partisë Demokratike, duke akuzuar drejtuesit për standarde të dyfishta në trajtimin e gabimeve brenda partisë. Në një mesazh video, përveç përgjigjes për Flamur Nokon, Grida Duma analizon qëndrimet kontradiktorëve të krerëve demokrat pas firmave për kandidatin për avokat të popullit Endrit Shabani, si edhe sjelljen e drejtuesve ndaj anëtarësisë. Sipas saj, deputetët që firmosën për Shabanin u falën pa pasoja, ndërsa anëtarët e thjesht përjashtohen apo sulmohen, sapo një debat me drejtues si del në media. Duma rendit deklarata të ndryshme e kontradiktore, fillimisht Sali Berisha që pranon firmat si marrëveshje politike. Më pas Ajmir Korreshi që thotë se firmosja ishte urdhër partie. Flamur Noka që distancohet nga firmat dhe në fund Berisha që i quan të gjitha gabime. Ajo ndalet veçanërisht te përplasja e Flamur Nokos me një anëtare të Partisë Demokratike në Kamës, duke e cilësuar të papranueshme sjellje ndaj një gruaje që ka 13 vite në opozit. Si ka mundësi që gabimet e krerëve janë gjithmonë të falshme, ndërsa gabimet apo reagimet e bazës ndëshkohen, pyet Duma, duke shtuar se lidershipi sillet ndryshe kur ka nevojë për votën dhe ndryshe pasi e merr atë. Në pjesën personale, Grida Duma sqaron edhe arsyeën e largimit të saj nga Partia Demokratike në vitin 2022. Ajo thotë se nuk u largua për arsye personale, por sepse u ndje sulmuar dhe e përdorur politikisht nga lidershipi, ndërsa zërat kritik brenda partisë heshtën ose përjashtohen. Sipas saj, Partia Demokratike po përçahet nga lart poshtë dhe po humbet lidhjen me anëtarësinë, duke falur gabimet e pushtetit të brendshëm dhe ndëshkuar ata që flasin.